fushatën Tiranë për gjitha. Unë do pyesja zonjën Gjylameti për një nga pikat e Partisë Demokratike që e cilësoj si premtim në listë dëshira, i tha, të gjitha listë dëshirash. Është një nga pikat me cilat në programin e Partisë Demokratike unë dakordsohem plotësisht dhe është një nga pikat më të nevojshme që duhet të realizohet, siç është minimumi jetik prej 200 eurosh. Le ta lëm rritjen e pensioneve me 20%, le ta lëm rritjen e pagës minimale, pasi rritja e pensioneve të paktën do prekte skemën e pensioneve, derdhjen e kontributeve e tjerë, dhe i futem një analizë pak më të gjerë. Po tek minimumi jetik, pse mendoni që nuk bëhet? Pse e mendoni ju që është e parealizueshme për sa kohë në fakt? Kryeministri Edi Rama vetë, Ministri i Ekonomisë deklarojnë që ka një rritje ekonomike të konsiderueshme dhe vendi është duke ecur drejt një trendi të mirë rritës të ekonomisë, që është pozitive pa diskutim. Është absolutisht e vërtetë që ekonomia është duke ecur ashtu siç duhet, në një trajektore shumë të mirë, qoftë në pjesën e gjithë treguesve makroekonomik, që do të thotë pjesa e borxhit, ka rënje të borxhit me 55%, pra jemi në 55% sot. Kemi po ashtu rënje të deficitit, po ashtu edhe pjesën e inflacionit dhe gjithë elementet që tregojnë ato që janë treguesit kryesor që tregojnë që ekonomia po ka një zhvillim të qëndrueshëm. Është e vërtetë, po ndërsa flitet për financimin e gjithë skemës të politikave sociale, janë një sër që kemi diskutuar dhe kur flitet për minimumin jetik, do duhet të ketë një studim të mirëfillt. Sepse nuk është një gjë që thuhet dhe zgjidhet brenda një periudhe kaq të shkurtër. Ajo që ne kemi bërë ndër vite është që skemën e pensioneve në bashkëpunim me një projekt të Bankës Botërore, pjesa e ndihmës, jo skemën e pensioneve, ndihmës ekonomike, ka një mënyrë të përllogariturit të gjithë atyre kriterëve për të cilët duhet marrësh ndihmë ekonomike dhe paralelisht me këtë bashkëpunim edhe me zyrat e punës për t'i nxjerrë nga skema e ndihmës ekonomike për t'i çuar drejt pjesës së punëzënies, pra drejt punësimit. E kemi një numër sa janë këta persona që... Nuk do ta them numrin eksakt, po shikoja sipas, sepse ka disa kategori dhe më duhet... Okej, dakord. Sepse ka kategori të ndryshme, pra ata që janë në ndihmë ekonomike... Jo, duhet kuptoj sa është niveli i varfërisë të teskajshëm në këtë vend. Nuk është i lartë, sepse ka dhe një element. Ajo që ndodh dhe prandaj dhe kjo skema e ndihmës ekonomike është e bërë e tillë që të mos ketë abuzime, është pikërisht për të mos lejuar ata njerëz që nuk e meritojnë të jenë brenda saj. Po sado të jetë ndihma ekonomike, prap unë jam më se e bindur që nuk është e mjaftueshme për të patur një jetë dinjitoze. Që për këtë gjë, prandaj them, duke çuar drejt skemës së punësimit. Vetëm ata njerëz që kanë të pamundur nga ana fizike, mund t'i trajtosh dhe mund t'i mbështesësh me ndihmë ekonomike. Pjesa tjetër duhet t'i kalosh drejt punëzënies, pra drejt punësimit. Për këtë gjë besoj që duhet një... Megjithatë nuk e keni prioritet minimumin jetik. Ne kemi diskutuar disa herë. Kemi vitet... Vendet e rajonit e kanë si kriter? Janë të pakët vendet që kanë me minimum jetik. Të ligjëruar, që ske nga janë banë. Ka skema të tjera të cilat ndihmojnë të gjithë ata që kanë të ardhura minimale për të ndihmuar për të patur një jetë dinjitoze. Kuptohet që te ndihma ekonomike ne kemi një sër gjërash të tjera që shoqërojnë ndihmën ekonomike përveç pagesës. Ka pjesën e tek fëmijët, do të thënë pagesa ekstra për fëmijët, ka pjesën e energjisë elektrike, vazhdojmë barna dhe një sër elementësh që plotësojnë ndihmën ekonomike. Po prap e thash, është prap pa mjaftueshme. Prandaj drejt punëzënies. Ai është qëllimi. Atëherë, pyetje për... Këtë duash, meqense jemi këtu dhe besoj është... Duke qenë se unë e thash edhe në krye të herës që të paktën është një arritje e mirë dhe pozitive që kemi ardhur në pikën ku në prag të fushatës elektorale diskutojmë për programet, se kjo ishte shumë e rëndësishme. Por pyetja dua të jetë përtej programit, ose e lidhur edhe me programin. A mendoni se vetëm programi i Partisë Demokratike është pika e fortë e opozitës, po themi, për të ardhur në pushtet, sepse unë e shoh të vakët fushatën në terren të Partisë Demokratike, janë shumë të pakta takimet, thuajse asnjë nga figurat kryesore që është në listën e mbyllur nuk bën takime apo të paktën takime publike. Është Partia Demokratike përgatitur sa duhet, po themi, për të korrur mbase edhe një fitore në 11 maj? Po. Në radhë parë, po të kisha qenë kryetare do të përgjigjesha ndoshta pak më mirë, por unë do të përgjigjem si mas kënd. Po unë e shoh nga terreni, nuk e shoh nga ku e shihni ju. Në radhë parë, unë nuk mendoj që është vetëm programi. Programi është pikë kyçe dhe është pikë e rëndësishme me cilën është punu për nevojat që ka sot vendi. Pra në radhë parë të gjen problematikën dhe më pas gjen zgjidhjet për problematikën, por nuk mjafton kaq, mjaftojnë dhe njerëzit që duhen dhe njerëzit cilët do ta zgjidhin problematikën. Pra i vendosim dhe fytyrën kush do ta bëjë. Kjo është arsyeja pse ne kemi të organizuar në departamente partinë tonë,
Dhe çdo departament merr përsipër pjesën e vet dhe rolin e vet dhe vën fytyrën e vet dhe moralin e vet në zbatimin e atij programi përkatës. Unë jam drejtuesi i departamentit shëndetësisë. Kur të vijnë pikat e shëndetësisë me radhë që ne mund t'i diskutojmë, jam unë ai i cili jam në hartim të tyre dhe në zbatim të tyre nesër. Nuk e dia kjo ajo përgjigjet pikës tuaj përsa përket përgatitjes. Se kam dhe unë këtë shqetësim zoti Ali Mehmeti. Mbrellës makro. Pra, ju kur shkoni te publiku vetëm me program shkoni apo shkoni edhe me bëmat e Ramës apo me çfarë? Ne dalim. Apo vetëm me do ju rrisim paga pensionin. Nëse po pyesni mua, ne dalim personalisht, vendosim programin dhe vendosim dhe fytyrën. Ja ku jemi,